Këtu është makineria Mielix. Duke bërë cikli hapën dyert e jashtme, dalin belet për jashtë, edhe pra i rosin 2 orë qerin jashtë, pastaj vinë rresht. Futet është për në mush, futet këtu. Të gjithë. Moron atje se makineria kapaciteti i makinerisë është 24 tonë. Njerëz. Hyn këtu. Po hyn këtu. Te kapaku i parë është pa kapak, vëndi i parë. Velja e parë automatikisht ja vëndi tjetër. Në futet në gjitha me radhë. Njëkohësisht hyjtet edhe ushqimi. Janë mësuar kanë ushqim edhe. Janë mësuar vitin edhe pas tjetër. Vazhdon mbaron procesin, shtyp butonin, ngrihet platforma e ushqimit. Të bëhet dalja baktive dhe vazhdon vendosi me dorë apo automatikisht. To vendosen me dorë. Vendosi tash është proces larg. Larg e automatikisht. Kurrërisë asin në nivelin e duhet bën taktim automatikisht me sensor të fare dhe kalon këtu në një fiksa dhe kalon perifer. Këtu nuk ka këtu. Thjesht çdo gjë është automatizuar. Sa po keni? Kemi 400 kopë, rreth 400 kopë. Rreth 400. Plus 400 minus gjatë vitit. Po 400 çuar. Ju lumt vini vërtet për të përgjigjur që e latë Greqinë erdhët këtu dhe e keni të garantuar shitjen. Shitja pasë çdo vit, prodhimin çdo vit i bën 11-12 muaj ka mbaruar. Nuk e mbush, se kalon 12 muaj. Prodhimi çdo vit. Janë klientë të çantë na vinë nga një republika, se të bëjmë. Ju lumt. Nga ndaj kalon armadin kazan e lojës. Loja bëhet kazan ishme të mishë. Futet ujë edhe avë. Futet avë. Bëhet në loja e qumshit, bas lojës me termometr elektronik. Pa tjetër. Në të del 67 gradë, rrjet 20 minuta, janë procedura e përpunimit të qumshit. Dhe ndihmoj me sisteme ujitjes. Ajo ka me kullimin e ujitjes. Si ka qenë parë? Më parë ka patur pompë elektrike fshat jetë. Edhe vadiste në lujë. Jo, vadiste komplet deri në dalin e deri në dams, deri në Tepelen. Kanali. Vetëm në mënyrë kjo ka qenë atëherë. Ajo ka qenë atëherë. Këtu ka njerëz që punojnë? Njerëzit po vurish produkti pak shteti, që shikojnë që lëvizin gjërat edhe do fillojnë punën. Ja lehtëson punën tjetër, detyrimisht. Po ndihmon që ta filloj procesi. Detyrimisht do vi tjetër. Do investoj. Vim periment nga Mirzoqeja. Pse do vinë Mirzoqeja kur vjen punë 2, 3, 5 familje mund të punësosh. Mund të punësojnë dhe mund të prodhojnë këtu. Jo në fshatin e ne, po. Në fshatat rreth Tepelenës, ose në çdo fshat. Vëre që gjithë ju që keni hapur biznese të tilla, keni ardhur, keni punuar në Greqi dhe keni ardhur në Greqi. Ju përgëzoj, ju falenderoj për punën që bëni. Jeni, domethënë eksperienca juaj, puna juaj duhet suksese, duhet bërë model, duhet shpërndar gjithandej që të bëjnë edhe të tjerë tilla gjëra që prodhimet tona të jenë të shitura, të shërbejmë. Ju urojmë suksese. Atëherë suksese edhe juve, mbarësi do zoti.